Dhe besoj që diaspora është pjesa më pa korruptume e këtij vendi edhe më aktive në kuptimin që ka aktivitet për mbrojtjen e Shqipërisë, të shqiptarisë edhe me ndalë zot vendit vet. Nga diaspora vjen edhe na marrë një fjalë zoti Klodian Sambi. Mirë ditë gjithëve, vlerë zërë dhe motra, mirë se keni ardhur ju në këtë vend historik dhe martir. Mirë se ju kam gjetë sepse unë vi për herë të parë në këtë qytet që siç i referohem fjalëve të familjes time mbi emrin, thuhet se ka dhe prejardhje nga Mirdita dhe pikërisht se e ndjedhe veten pak nga kjo prejardhje thellë dhe vjetër, dua ta nis me një humor batut. Prej kohësh më ka munduar ajo kurioziteti ta kuptoj legjendën se si ka mundësi që ai turku i egër i madh që pushtoi tan Shqipërinë dhe u fut dhe thellë në Europë, si ka mundësi që nuk pushtoi dot një Mirdit vogël dhe mu desh dia për herë të parë të kuptoja që këtu ku e ka lënë Zoti Mirditën, as vetë Zoti nuk e mban mend dhe lëm ta kish zbuluar turku. Dua të falenderoj këtë panel që edhe ne nuk e njohim njëri tjetrin, jemi njohur për këtë kauzë madhështore, dhe kjo kauzë madhështore ndryshe nga çdo lloj kauze tjetër në të kaluarën politike apo patriotike, thonë za pse patriotike, sepse ne nuk kemi patriot mirëfill në politikën shqiptare. Siç e shihni, prezantohet dhe propozohet nga një panel me njerëz të cilët ju nuk i keni para zgjokondi në të kaluarën të përfaqësojnë. Pra nuk mund të akuzojsh për asgjë për të metat dhe fajet që është bërë Fikombi Shqipërisë. Po i kthehem pak temës diasporës për cilën dhe jam ngarkuar nga kolegët të klasë. A ka ndokush nga ju që nuk ka një familjar të tij në diasporë? Apo që nuk ka më shumë se gjysmën e fareftisit të tij në diasporë? Sigurisht, unë besoj se jo. Por a ka ndokush nga këtu që e ndan diasporën në të majtë të djathtë në katolik dhe musliman? Nuk besoj se jo. Unë nuk besoj se ka një të vetëm që mendon se diaspora ka qenë problemi i Shqipërisë përposë se vetëm ajo që ka mbajtur Shqipërinë, dhe jo vetëm në rrafshin ekonomik, pra të familjeve, por edhe në rrafshin kombëtar ekonomik. Dhe shumë më thellë se kaq edhe në rrafshin e organizimeve patriotike. Më parë, në kohë të pushtimeve nga diaspora u kthye Gjergj Skënderbeu për të bashkuar për luftë dhe për të çliruar Shqipërinë. Në 1912 ishte pjesa efektive pra më kryesore e themelimit të Shqipërisë. Po i vi në forma të thjeshta dhe sipërfaqësore. Edhe më vonë, në kohën e Fanolit, Ismail Qemalit, edhe në kohë të Zogut, edhe në kohë të diktaturës, pavarësisht se ishte shumë e rreptë për ne shqiptarët, por diaspora ka gjurmë që ka bërë përpjekjet e saj për ta rrëzuar, pas çka se ndoshta nuk e arrit. Dhe për t'i vënë pastaj ka pak të 35 vjet, e cila është në fakt banka e vërtet e ekonomisë dhe e mbijetesës shqiptare. Dhe akoma më shumë në luftën më të rëndësishme që kemi pas në shqiptarët, dy dekadet e fundit në Kosovë, ishte po diaspora ajo i cila ishte edhe në mbajtjen ekonomike të ushtrisë shqiptare të Kosovës, por edhe në më shumë se gjysmën e ushtarëve të QK-s ishin të kthyer nga diaspora atë periudhë lufte për të rrezikuar jetën që rrezikuan jetën e tyre për thirimin e pavarësisë së Kosovës. Faleminderit. Dhe për të thënë që sepse ky kuvend ka një kaos, diskriminimi i veriut, diskriminimi i diasporës, diskriminimi i shumë sektorëve që politika 35 vjeçare në cilën ne hodhëm shpresat, në fakt nuk rezultoi tjetër veç se zhgënjim. Sa nga qeverit e majta ashtu dhe të djatha, dhe ne kemi marrë një vetim. Këtë kuvend nuk duhet ta identifikojmë fare në politikë. Ne nuk kemi kurrë lidhje në politikën, sepse askush nga ky panel që ka marrë nismën nuk përfaqëson politikën dhe nuk përfaqëson ndonjë detyrë shtetërore të marrë përgjegjësi për çka është bërë në këtë keq në këtë vend. Pra, kur vim të flasim për diasporën, na u desh 35 vjet që mezi të kishin një të drejtë vote që edhe bota e tretë arabe
dhe afrikane e kanë prej dekadash në Perëndim. Për të mos thonë pastaj se edhe kjo ishte prapë një denigrim vete, sepse pa çka se kushtetuta e vendit tonë dhe çdo kushtetutë e vendit demokratik e kërkon dhe e imponon votën tjetër fshet, dhe në të parin rast që Mezina e dhanë të drejtë, u deklaru një votë e hapur e cila duhej me çdo kusht të komunikojë rrjeteve sociale para datës së zgjedhjeve, çka përbën një tjetër denigrim për sa shumë emigrantë që ne kemi në Perëndim. Dhe për të mos thënë që jemi shumë më shumë se gjysma e shqiptarëve. E ndërkohë, diskriminimi ndaj diasporës fillon që vitet e para, që nga mungesa dhe neglizhenca e diplomacive e ambasadave për të qëndruar pranë shqiptarëve, e sidomos në realitetin me Greqinë, ku ju imponoi edhe feja, edhe gjuha, edhe emri. E vazhdon me vite kur edhe sa u morën, pra sa kur filloi të integrohet diaspora në vendet perëndimore, arritën deri aty sa që partitë e këtueshme të infiltroheshin për të përçarë shoqatat kulturore dhe patriotike, të cilat atje nuk ishin gjë tjetër veç se organizata vullnetare për të kontribuar sa të pak për Shqipërinë dhe për shqiptarët në nevojë. Politika si të adaptohet me numrat e saj, erdhi ideja atje të përçajë shqiptarët brenda shoqatave kulturore të ngritura vullnetarisht me kontribut ekonomik të shqiptarëve. Pra, të gjitha këta janë fakte dhe janë argumenta që ky kuvend e ka një ndër pikat e tij kryesore që të gjithë së bashku. Pra kur themi gjithë së bashku, nuk është detyrë e këtij paneli që vetëm është nismëtar, se nuk e dim se kush do të jetë vërtet paneli drejtues sipas atyre procedurave që do të ndiqet. Ky është një amanet, sepse siç e thamë në fillim, nuk ka askush nga ju që mund të thotë unë nuk kam fëmijë në diasporë. Dhe kjo është një borxh që shqiptarët që jetojnë këtu dhe ata që jetojnë atje të zgjohen për hir të drejtave të tyre, për hir të drejtave të kombit tyre, sepse nuk mund të rregullohen problemet e Shqipërisë nëse ne nuk zgjohemi. Dhe nuk mund të kemi më shpresë nga ata që për 35 vjet, me apo pa dashje, apo që më keq akoma mund të shërbejnë qarqeve të huaja të antishqiptarisë, të zgjidhin problemet tona, sepse janë të njëjtët që kanë qenë edhe në kohë komunizmit, janë të njëjtët vetëm me riciklim të gjeneratave biologjike që marrin pastaj le të themi orientime sa blu të kuqe në hemisferët e politikën fani, për emocione. Nuk dua të zgjatëm shumë sepse këtu jemi të shumë dhe që çdo kush ka dëshirë të flasë, por duhet të bëj një ftesë finale. Nuk është përgjegjësi e vetëm e jona. Është përgjegjësi e të gjithëve ju. Unë nuk besoj se ju keni pas kohë për të humbur sot për të ardhur, por ju ka shtyr ajo ndërgjegja që të bëj pjesë e kësaj nisme, të bëhemi gjithë së bashku, ta marrim seriozisht, kauza është vërtet madhore, por zbehet nëse ne kemi ardhur këtu me gjysmë vullneti. Është mirë dita e parë, por kauza ecën përpara vetëm se nëse ne kemi vullnetin një lloj si sot ditën e parë, të shtojmë radhët tona, të sensibilizojmë shoqërinë, të sensibilizojmë faktorët që ne s'kemi lidhje me politikën, do ta përsërisim kolegët para meje, do ta përsërisim edhe ato pas nesh, që këtu nuk është një nismë politike dhe nuk na kontrollon dot politika në këtë kaos. Faleminderit.